Të dashur miq, mirë se erdhët në Të jetosh besimin. Sot do të flas për ju si të kalojmë nga mallkimet në bekime dhe çfarë trashëgimie mund t'i lëm pasardhjes tonë. A dini që Bibla e nis historinë njerëzore me një bekim të jashtëzakonshëm, me bekimin e jetës? Por shumë shpejt njerëzit përballen me mallkimin e mëkatit. Toka tjetërsohet, puna bëhet e mundimshme dhe jeta mbulohet nga dhimbja. Megjithatë, Zoti nuk e la mallkimin të kishte fjalën e tij të fundit, pasi në çdo brez Zoti kërkoi një njeri që të ecte me Zotin. Tek Zanafilla 5, midis shumë emrave, Bibla ndalet tek një njeri, njeriu me emrin Enok. Dhe Bibla thot Enoku eci me Perëndin. Këtu nis dhe transformimi, jo vetëm i jetës së Enokut, por transformimi i jetës së djalit të tij, nipit të tij, e mëtej familjes njerëzore në këtë botë. Lejoni t'ju tregoj historinë e mrekullueshme se si nëse një njeri nis të ecë me Zotin, këtu gjithçka do të ndryshojë. Tregohet një histori, historia e perandorit të lashtë të Romës me emrin Mark Aureli, i cili u përball me kriza, luftra, murtaja, trazira morale, por ai mbahet mend jo për betejat, por për shënimet e heshtura të ditarit të tij të titulluar Meditimet. Kështu Mark Aureli shkroi për disiplinën e brendshme dhe për të ecurin sipas së vërtetës edhe kur askush nuk të shikon. Ndërsa bota lëkundej, ai punonte për njeriun e tij të brendshëm. Pra, ky është mësimi, përpara se të ndryshosh botën përreth, duhet të vendosësh si dhe me kë je duke ecur. Pikërisht këtu na vjen në ndihmë Enoku, i cili jetoi në një kohë që përkufizohej nga një dekadencë e thellë morale dhe shpirtërore. Por ky njeri nuk ju përshtat kohës. Bibla thot që Enoku eci me Perëndin për 300 vjet. Pra nuk është fjala për një fazë emocionale gjatë jetës së tij. Kjo ishte e gjithë jeta e tij. Nga kjo ecje e Enokut u ndërtuan breza të tërë. Methuselau, i biri i Enokut, u rrit duke jetuar në një dëshmi të gjallë, dëshminë e babait të tij. I biri i Methuselaut, pra nipi i Enokut tani, foli fjalë bekimi dhe shprese në një tokë e cila ishte nën mallkim. Dhe vim tek personazhi tjetër me emrin Noe, të cilin ju gjithë e keni dëgjuar, është fjala për njeriu i cili ndërtoi arkën e shpëtimit për vijimin e historisë njerëzore në planetin ton. Noeu ishte stërnipi i Enokut, pra Enokun e kishte stërgjyshin e tij. Noeu, miq, nuk ishte një rastësi. Ai u rrit në një shtëpi të perëndishme mes një bote të korruptuar. Pra para se Noeu të ndërtonte arkën, ai vetë u ndërtua nga një trashëgimi frymërore prej babait, gjyshit dhe stërgjyshit të tij. Të dashur miq, sot Zoti po ju thërret të ndërtoni njeriun brenda vetes tuaj. Kështu që duke ndërtuar njeriun, ju ndërtoni familjen, brezat dhe historinë. Si bëhet kjo? Së pari duke pasur një marrëdhënie të gjallë me Zotin, intime, jo ritual, një ecje të përditshme me fjalën e tij dhe lutje si dialog, jo thjesht monolog. Bindje dhe jo kompromis, të zgjedhësh drejtësinë edhe kur është e kushtueshme. Qëndrueshmëri dhe jo emocione. Besnikëri në ditë të mira dhe në ditë të vështira. Trashëgimi, jo egoizëm. Ti jetosh sot për brezin e nesërm. Mos kërko vetëm rezultate të shpejta, por bëhu një Enok. Le t'i lutemi Zotit së bashku. Ati dashur, na jep hirin që të ecim me ty, edhe kur ecja bëhet e vështirë. Shndroj mallkimet tona në bekime dhe jetën tonë në një trashëgimi të vërtet për fëmijët, nipërit dhe stërnipërit tanë. Ndryshoje historinë duke ndryshuar së pari njeriun që ne mbajmë brenda vetes. Na ndihmo që të punojmë me ndihmën tënde për të ndryshuar njeriun brenda vetes tonë. Në emrin e Jezusit Zotit ne lutemi. Amen. Të dashur miq, Zoti ju bekoft. Lutem që Perëndia t'ju rrethoj me çdo të mirë që buron prej tij. Miru takofshim nesër në inkurajimin e radhës.